Në Shqipëri më 11 maj qytetarët do t'ju drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të Parlamentit të Republikës. Në Shqipëri, votimi për zgjedhjet parlamentare, lokale apo referendume kryhet në qendrat e votimit, të cilët vendosen në objekte publike që janë lehtësisht të aksesueshme për qytetarët. Këto janë zakonisht shkolla publike, kopshte dhe qerdhe publike, qendra kulturore, pallate sporti ose palestra, si dhe ndërtesa administrative publike. Në total 5225 qendra votimi do të jenë në gjithë vendin. Numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote është 3.713.761. Prej tyre, 114.642 zgjedhës do të ushtrojnë të drejtën e votës për herë të parë. Në këtë garë marrin pjesë 53 parti politike apo koalicione. Secili koalicion ka 186 kandidat për deputet, sipas formulës së re zgjedhore, 140 nga lista e hapur dhe 46 nga lista e mbyllur. Këto zgjedhje shënon një tjetër risi historike. Për herë të parë në lista zgjedhore përfshihen dy kategori të votuesve, ata që jetojnë brenda Shqipërisë dhe ata që jetojnë jashtë vendit. Por e logjikshme do të ishte të pyesni se si votohet, veçanërisht ju që votoni për herë të parë. Qytetarët do të mund të kryen të drejtën e tyre me një pasaportë biometrike ose kartë identiteti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar tashmë një video manual për mënyrën e votimit. Në këto zgjedhje qytetarët mund të vendosin maksimumi 2 shenja në fletën e votimit. Votohet vetëm një parti ose koalicion, ose vetëm një kandidat, ku automatikisht votohet edhe partia që i përket ai kandidat, ose njëkohësisht një parti A dhe një kandidat i kësaj partie. Nuk lejohet votimi një partie dhe një kandidati të një partie tjetër. Nëse ka më shumë se një kolon me shenja, fleta e votimit është e pavlefshme. Shqipëria përmban një kombinim unik të listave të hapura dhe të mbyllura të përzgjedhjes së kandidatëve. Për dallim nga Kosova, ku mund të zgjidhen deri në 5 emra nga lista e hapur, në Shqipëri kjo nuk lejohet, pra duhet vetëm një emër nga një listë. Parlamenti shqiptar do të ketë 140 antar të zgjedhur për një mandat 4 vjeçar. Brenda çdo zone elektorale, partitë duhet të arrijnë një prag prej 3% të votave dhe koalicionet duhet të plotësojnë një prag prej 5% të votave. Qarku i Tiranës fiton një mandat shtesë në këto zgjedhje dhe do të ketë 37 deputet, ndërsa qarku i Korçës humbet një mandat dhe do të ketë 10 deputet. Për herë të parë diaspora do të ketë rol në këto zgjedhje. Mbi 240.000 zarfe votimi janë shpërndar që nga 15 prilli. Votat e ardhura nga jashtë do të llogariten brenda 12 zonave zgjedhore ekzistuese në Shqipëri. Organi që përkujdeset për organizimin e zgjedhjeve është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe përbëhet nga disa trupa. KZAZ, zona e administrimit zgjedhor, krijohet për çdo zgjedhje apo referendum dhe përputhen zakonisht me kufit e bashkive. KZAZ përbëhet nga 7 antar dhe një sekretar, të emëruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas propozimeve të partive. Qendra e votimit është vendi ku zhvillohet votimi me 300 deri në 1000 zgjedhës për qendër. Edhe ky komision ka 7 antar, përfshin një sekretar të cilët propozohen nga partitë dhe emërohen nga KZAZ-t. Vendet e numrimit të votave në rang kombëtar janë 93 dhe caktohen me vendim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. E kur pritet të dalin rezultatet? Për dallim nga vendet e rajonit ku rezultatet mësohen brenda 24 orëve pas përfundimit të zgjedhjeve, në Shqipëri ndodh ndryshe dhe përjedhoj numrimi zgjat me ditë, e me raste edhe me javë. Por sipas detyrimit ligjor, numrimi i votave nuk duhet të zgjasë më vonë se 40 ditë nga data e zgjedhjeve. Nëse partitë nuk pranojnë rezultatin apo kanë ankesa ndaj vendimeve të KQZ-s, Kolegji Zgjedhor jep verdiktin final mbi ankesat dhe mosmarrëveshjet zgjedhore. Për vëzhgimin e procesit zgjedhor janë akredituar një numër i madh vëzhguesish vendor dhe ato ndërkombëtar. Fushata e partive që ka filluar më 11 prill përfundon 24 orë para datës së zgjedhjeve. Dita para datës së zgjedhjeve dhe data e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së qendrave të votimit përbën periudhën e heshtjes zgjedhore. Zgjedhjet e 11 majit pritet të sjellin jo vetëm një përbërje të re të Parlamentit të Shqipërisë, por edhe një përfshirje të shqiptarëve kudo në botë në politikën e vendit.